Kryetari i zgjedhur ja uroj fituren, unë udhëheqi Partinë Demokratike të Kosovës edhe në fitore, edhe në rezultate, edhe aty ku nuk i realizojnë parashikime dhe objektive. Transferi i votës partive të tjera, e vetëvendosjes në mënyrë të veçantë ka dhënë këtë rezultat. Drenas udhëhiqet nga Petrit Hajdari, na la një shije të hidhur humbja në Drenas. Ishte përsëritje e situatës së para 4 viteve, kur elektorati ynë u nda në 2 tabore, por këtë herë kundër kandidati i PDK-s e mori besimin e qytetarëve. Kryetari i zgjedhur ja uroj fituren dhe shpresoj se do të punoj në të mirën e qytetarëve të komunës. Më vjen keq që edhe në këtë garë lokale, qytetarët e Drenasit u vendosën në një pozitë të vështirë nga konfuzioni fushatës së kandidatëve, por besoj shumë që lojaliteti, besimi, mbështetja e përhershme për Partinë Demokratike të Kosovës në zgjedhjet nacionale do të vazhdojë. Nderuar Shqipron Xhema prej kallzo.com, e përmendët një shije të hidhur që u ka lënë Drenasi. I kam 2 pyetje për këtë rast. E para, a konsideroni që ka qenë gabimi i kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës që nuk e ka rikandidu zotrin Ladrovci për Drenas, duke qenë se vllai fitoi, edhe e dyta ka paralajmëruar zotrin Ladrovci që sot në 6:30 ka më shku në zyret e PDK-s, a e mirëpretni, çysh është marrëdhënia juaj me ta tash? E para, vendimet që i merr një parti politike bazohen në statut, në rregulla të cilat secila parti i miraton për veti. Dhe ne kemi marrë vendime të tilla për secilin kandidat. Nuk kemi fituar gjithkund, kështu që pyetja e njëjtë mund të më ushtru për çdo komunë ku ne kemi fituar. Unë besoj që e rëndësishëm është rezultati final, dhe në rezultatin final del që Partia Demokratike e Kosovës aktualisht prim, sepse vota për asamblet ka përfunduar, ne jemi të parët dhe për mua është shumë e rëndësishme kjo, sidomos në kontekstin aktual politik kur presim që të kemi zgjedhje parlamentare sipas gjitha gjasave para vitit të ri. Kjo e para, e dyta, me sa kam kuptuar zoti Ladrovci do të kthehet te zyret që ka qenë më herët, po zyret e Partisë Demokratike të Kosovës janë aty ku është kryesia legjitime e saj. Unë mendoj që gara atje ka përfunduar, fokusi jonë është në balotazh. Normalisht që do ta trajtojmë si situatë pasi që të përfundon ky proces zgjedhor, sepse në fundit për gjithë neve më e rëndësishme është qytetari i Drenasit se sa individët apo ambicet të kujt do qofshin. Unë jam kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, unë udhëheqi Partinë Demokratike të Kosovës edhe në fitore, edhe në rezultate, edhe aty ku nuk i realizojnë parashikime dhe objektive. Po kjo pyetje mundet me u bë ta nxjerrim edhe për po them për shtime, ku kam pas shumë besim që kemi hyrë në balotazh. Nuk ka ndodhur ashtu. Po duhet të thonë unë juve ju kuptoj që domethënë Drenasit po jep një rëndësi tepër të madhe, ka arsye për mua shumë i rëndësishëm, ashtu që është secila votë, secila komunë. Para 4 vite që kemi humbë shtimin për herë të parë. Ka qenë dhëmsh me dorën zemër. Por këtë herë nuk mund të merri kthy. Ama në Drenas ka tjetër situatë. Para 4 vite që kemi pas identike situatën, vetëm rolet kanë qenë ndryshme. Kemi fituar si PDK, ka pas atje në nivelin lokal mes 2, si më thon, grupeve që janë nda garë, ka pas opozitarizëm, ka pas gjitha, kam arrit me i bo bashkë në zgjedhjet nacionale dhe me pas një rezultat të jashtëzakonshëm. Unë kam mirë kuptim për kontekstin lokal, është degë e rëndësishme, por niveli nacional është për te asaj. Vota e PDK-s është nda në dysh. Dhe soj përket ishte vetëm vota PDK-s, ne sot s'kishim me pas fitues, kishim me pas balotazh. Po pastaj transferi i votës partive të tjera, e vetëvendosjes në mënyrë të veçantë ka dhënë këtë rezultat. Tash kjo është legjitime. Secili kryetar kish me pas dëshirë me marr votat e të gjithëve edhe me kry punën pa balotazh. Thatë që Ladrovci në Drenas ka pas mbështetje edhe nga vetëvendosja nëse nuk ju kum dëgju gabim. Ladrovci thotë që unë jam PDK, nuk ka kush me më lëviz për PDK-s, apo thoni që është u shku ka vetëvendosja, ka pas bashkëpunim me ta, sepse zyrtarisht nuk kanë pas kurfar bashkëpunimi, madje vetëvendosja ka pas kandidate të vetën për Drenasin. Kuptimin elektoral matematikor ju mund ta analizoni edhe vetë. Vetëvendosja ka met në 1000 vota në Drenas, i ka pas 4000 plus bashkë me një iniciativë qytetare që këtë herë kanë ngaru bashkë. Ai numri votave nuk ka shku te Petrit Hajdari, po besoj që është zoti Ladrovci. Unë nuk thash që kanë pas marrëveshje ose jo,
por kjo është ajo që ka ndodhur. Nuk besoj që qytetarët e Drenasit as që mundën me shku në vetëvendosje, ata na kanë nderu prej që është themelu Partia Demokratike e Kosovës, duke na dhënë besimin edhe votën, edhe në zgjedhjet e kaluara ka qenë komuna e dytë mas Prishtinës, me numrin më të madh votave për Partinë Demokratike të Kosovës, dhe unë do të punoj me ata qytetarë edhe në zgjedhjet që po na presin për ta dhënë besimin tek Partia Demokratike e Kosovës, e cila në Drenas udhëhiqet nga Petrit Hajdari, dhe që ka legitimitetin e statutar të Partisë Demokratike të Kosovës këtu në qendër.